Kapitulli, mos u hidhëro më sot të vendosësh kufi. Hidhërimi të ha nga brenda. Kufit të shpëtojnë. Ka raste në jetë kur dhimbja të shtyn drejt mbylljes. Kur shgënjimi të bën të dyshosh të gjithë. Kur të duket se e vetmja mënyrë për të mos u lënduar është të hidhërohesh, të ngrish zemrën, të bëhesh i ftohtë, i parritshëm, i padukshëm emocionalisht. Por hidhërimi nuk është mburojë. Është një burg i ndërtuar nga shgënjime që ti vet i mban gjallë. Çdo plagë e pambyllur bëhet helm. Çdo pritshmëri e paadresuar bëhet litar që të mban pas. Ndaj, mos u hidhëro. Vendos kufi. Mëso të thuash jo pa ndier faj. Mëso të largohesh pa bërë zhurmë. Mëso të mbyllësh dyrë pa urrëtie. Sepse të vendosësh kufi nuk është mungesë dashurie, por respekt për veten. Njerëzit që meritojnë të jenë pranë teje do t'i kuptojnë kufit e tu. Të tjerët do të ofendohen, sepse nuk kishin ardhur për të dashur, por për të përfituar. Ti nuk ke nevojë të bëhesh i hidhur për të qenë i fortë. Kufit e ndërtuar me qartësi dhe vetdije janë forca më e madhe që mund të kesh. Mos lër askënd të bindë që falja do të thotë rikthim. Mos mendo se për të qenë njeri i mirë duhet të durosh gjithçka. Mos ngatëro heshtjen me paqe, ose pranimin me dashuri. Ti je përgjegjës për veten. Jo për iluzionet e të tjerëve. Nuk ka asgjë të keqe në të qenë i mirë. Por ke një detyrë para çdo marrëdhënieje, të jesh i drejtë me veten. Fundi i kapitullit. Sepse në një botë që të mëson të durosh gjithçka në emër të dashurisë, ndonjëherë akti më i pastër i dashurisë është të largohesh. Me paqe. Me kufi. Me dinjitet.